përparimi njeriu çka I ka sjellë në Lozë. Po për shembull, pej udhëtimit me deve u thon me aeroplan. Po shqipona pe matje ka këtë problem të krymë ata. A kuptot? Për shembull, kanë zbuluar në ndece e hin çka balena matje ka këtë punë të krymë ata. Jo për masat njëta, mos e kuptoni, po do të thonë që zhvillimi I njeriut nuk duhet më mat me lehtësimin e udhëtimit, me sasinë e ushqimit, me sasinë e informatave, so shpejt smatat me këtë. Ti si njëri nuk je njëri me këto, me të çka I njëri apo. Muslimani I vërtet asnjëherë nuk ka frikë nga asnjë zbulim shkencor se ka mundësi me e qitë në pozicion të pavarshëm Islamin. Kur? Absolutisht. Ne kemi frikë nga mashtrimi, nga manipulimi, nga që kemi frikë se njerëzit nuk kanë imunitet mjaftueshëm me I rezistu manipulimeve, e mashtrohen, e vuajnë. Mirë po, në stutemi kur, se një të vërtet që Allah e ka thonë, mos perdzën shkenca. Kur? Sikur se për shembull, përfolet për çështjen e përjetësisë. Apo, Allahu ka thënë, kullu nafsin dha'iqatul maut. Krejt keni me shiu dekën, pik. Po jënë të zbulën të bo, ata le zbulën që dojnë, unë kom punë të mija. Ama s'ka përjetësi në dunja, harane këtë punë. Harane, s'ka përjetësi në dunja, vdekja do të mbetet një nga argumentet e vazhdueshme të Allahut për rikthim të njeriut në pozicion ku e duhet. Vdekja është gjithmonë argument me ty ku ki vend.